Që dione ekonomikisht nuk je milioner, shto. A të sinu në herë me ka milioner. Kur tha ekonomikisht e përcaktove, se milioner me qenë, mundët se cili për nesh me qenë. Po jo në pare, në monedha. Po me qenë milioner në shpirt. Edhe kjo në mendoj se është ma më rëndësi se sa ti është milioner në pare. Pasi që milioni jot vlerësohet si vlerë reale në përputhje me gjurmët dhe ndikimin që e lën në shoqëri dhe në jetë përgjithësi. Andaj të pasurit kooperac nuk e përmend historia. Të pasurit dordhan, që ta shquan human, bamirës, filantrop, e kështu më radhë, ato i manë mend historia. Dhe pra të shkak neve fetarisht, pasuri nuk është ajo që e ke në dorë. Pasuri është ajo që e ke në zemër. Që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ghina al-qalb. Laysa al-ghina bi kathrati al-ard, walakin al-ghina al-qalb. Nuk është pasuri malli shumë që e ke të ekspozuar, por pasuri është ajo që e ke në zemër. Dhe për këtë shkak ne e vërejmë një sjellje të pasurit të një i varfur materialisht por i pasur në zemër, në gostin që ofron mysafirve, dhe e shohim një të varfur në zemër, edhe pse është milioner në vlerë monetare, i cili do më thonë e tregon sjelljen e tij të varfurit karshi mysafirëve të vet. Dhe për këtë shkak nocioni i pasur, i varfur, milioner dhe jo milioner, fatkeqësisht në kohën e fundit e merr konotacionin e pasurisë fikse materiale, pasurisë fikse monetare. Realisht do të nuk është kjo. Andaj shpesh njerëzit mashtrohen me sjelljet bamirëse të varfurve dhe habiten. Dhe mendoj se ata janë goxha të pasur. Kur e vërejnë pas një kohë, kur i marrin informatat shumë anshme në përte, shohin se ai është shumë në nivelin e këtij mysafirit të cilit ai ka ofruar një mikpritje të pasur. Dhe kjo ka qenë kultura e popullit tonë të kaluar. Që fatkeqësisht sot mungon shumë, mungon. Bile sot edhe fetar nuk janë gjymert, bamirës. E mos flasim për ata jo fetar. Që tregon se materializmi ka dominuar mendjen dhe zemrën e shumicës njerëzve. Të gjithë njerëzit me një plashim të vogël, një pakice, janë ata që nuk kanë frikë për ekonominë e ditës së ardhshme. Që nuk i shndrohet në ankth, i cili nuk i shndrohet në shkak kryesor për ta bërë atë njeri pakurizor. Për ta bërë atë sa han lëpirës. Edhe këtë kjo që e shohim në shumë segmente të shoqërisë dhe shumë shtresa na sjell tek konstatim se fatkeqësisht prej këtyre lind i gjithë problemi. Koncepti islam i pasurin është që bënu milioner dhe miliarder, fetarisht nuk ndalohet. Nuk ka kufizim sa mund të jesh i pasur. Sa të jep Zoti. Për në anën tjetër, nuk duhet të qëndrosh në sklav i pasurisë tonë. E kemi vërejtë që nga fëmëria, ku punoja si qirak në qashin e Shkupit, flasë dhe më thonë për moshën 10-14 veçare, shihja njerëz që në atë kohë në ish Jugoslavin, ishin shumë pasur për kohën dhe rrethanat. E më men si sot, i mbushnim kutijat me para, kutijat e veve, që janë domethënë goxha të mëdha. Për një ditë, i mbushnim me para duke shit mallin që kishim në dyqan. Po të njëjtit ata nuk i shihim të gëzuar me pasurinë që e ka. Nuk i shihim ata se i falenderojnë Zotin për atë që e ka. Ose janë gjymert ndaj punëtorëve, mjeshtrive, apo neve si qirak, apo familjes së vet. Kjo që ajo pasuri që kishin ata, nuk e kuptuam na se e gëzuan ata. Ose s'paku nuk shihim na, më dhe shenja që ajo pasuri që ju shtohet atyre, u shkakton mirëqenien në jetën e tyre. Përkundrazi, ata vetëm se bëheshin më të vështirë në sjellje dhe bëheshin më në kuptimin më dyshues ndaj mjeshtrëve dhe punëtorëve në kuptimin e besnikërisë, amanetit, domethënë
a thua është numërimi i saktë, a thua është do thotë gjitha parë janë në vend apo kështu më radhë. Dhe sot tek sa ne shohim të njëjtën situatë. E sheh njeriu ndërsa është i varfër, është gjymert, i shoqërueshëm, social, do thotë mohabetçor, nuk dallon me kërrin, do thotë qoftë ai i lagjës, i familjes, nuk bën selektime në shoqëri. Tamam hip një nivel, një stadium pak më lart ekonomik, fillon do të ketë një të ardhur më të mirë, fillon të krijon një rreth të caktuar të shoqërisë, vishet ndryshe, vetur tjetër, domethënë vozit rën vende të caktuara që llogaritën kushtimisht thon sikurse venda të vipave, edhe më do të si themi na dhe huna nëse i bën tok nuk ulet ta merr. E jo më diçka tjetër. Edhe ai njeri më nuk është njeri. E ka humbat humanën duke e kultivu atë materiale. Edhe është mjerueshme kjo se dal nga dalë shndrohet në trend. Dhe në model të cilin shumica e të rive dhe të rejave e synojnë, edhe pse na vazhdimisht duke lexuar në intervistat dhe memoaret e njerëzve të famshëm dhe të pasur, e shohim se ata pasurinë dhe famën e kanë përjetuar si ferr, si xhehenem këtë botë. Si një fazë ku të gjitha elementet e rëndomta që zakonshme që i shkaktonin kënaqësi dhe lumturi janë zhdu nga jeta e tyre. Dhe është artificializuar jeta e tyre dhe ka rritur në deri në plastifikimin ekstrem, gjë plastike, gjë artificiale. Asgjë nuk është si qetë edhe reale. Sepse ku është pasuria dominante si sasi e madhe, atë çdo raport të njerëzve, edhe më të sinqertin, fillon të më dyshuar thuall është për interes. Edhe humbet të gjitha në nivelet e komunikimit normal. Andaj sot perëndimi me zhvillimin shkencor, teknologjik, edhe ekonomik, lexoja para disa ditëve shtetet domethënë qytetet më të preferuara në botë, shoh gjithë janë në shtetet e zhvilluara domethënë ekonomike. Mirë po ata kur kënaqen? Kënaqen kur shkojnë për shembull në shtetet e botës tretë, që quhet. Ata kënaqësinë që përjetojnë ato rrugët e baltës, rrugët e ngushta, në jetë të thjesht, ku secili i gëzuar, i buzëqeshur, pa makijazh. Do të thjesht është bio e tëra, e natyrshme. Ato përjetime që vetë natyrën, në ato Sahara, në ato Kneta, në ato erra, domethënë të këqija, në ato nuk mund ta përjeton, as nuk mund ta krahason me atë që përjeton domethënë në xhungullin e beton të metropollave të perëndimit. Se është artificializuar gjë atje. Këta të varfër na më të sinqert. Të varfër më zemër bardh. Të varfër për human, të varfër për solidar, të varfër për kujdesin për rrethin, familjen, shoqërinë. Nuk ka egoizëm, nuk ka vetëjaksi. Andaj ky lloj materializmit i cili është shndruar në trend dhe është shndruar në filozofi jete, faktikisht e tuajson njeriu brenda llojit vet, brenda rendit vet, brenda familjes vet. Ai s'ka kohë më mendet me familje. Bile që është më ekstremja, i vjen turp me nxjerr për shembull prindin e vet në për tubimet, domethënë ato galla tubimet e tyre të mëdha, sepse normalisht prindi i tij është me një kulturë të caktuar. Do ajo nuk ka vlerësi me kulturë autoktone e tij, e mirë e keqe që ajo është. Edhe të s'ki çka të rrugnosh, andaj ishte për t'u lavdruar për shembull dalja aty aktorit shqiptar domethënë me nanën e tij në para medias, para festivalit Cannes, domethënë se ishte thjesht tamam është thyerja atij kompleksi që ta imponon fama, këtë rast për shembull, po edhe në raste tjera që ta imponon pasuria, thjesht ky jam unë. Pa ta pritur në s'mund të isha as ky që jam. Andaj unë krenohem me ata sa krenohem me çmimin që e fitoj. Bile me këtë krenohem më shumë se për çmimin, se çmimi është një gjë momentale, kurse lidhja, domethënë lidhja e natyrshme e fëmijës me prindërit e vet është domethënë të historike. Dhe për këtë shkak unë mendoj se ka nevojë të trajtohet kjo punë dhe ka nevojë të flitet shumë çelë dhe shumë vrash ndoshta, thjesht më thonë nisë ka dalë nuk është gjë pasurie. Edhe pse unë e di, jam i ndërgjeshëm dhe e kuptoj se shumë njerëz ata kundërshtojnë
konceptim temin, ose perceptim temin të pasurisë dhe jetës mesatare, mirë po unë mendoj se kjo që e themi na është ajo që ndodh sot në botën e zhvilluar. Edhe andaj po të ishim na të mençëm, nuk do të tha lejonin vetveten të arrijmë deri në domosdoshmë këtë nivel. Por çka ndodh tash, shikoj paradokse si ndodhi. Në perëndim shembull në Amerikë, zhduken xhungullat për të bërë metropole. Pastaj krijohet industri e ushqimeve bio. Po ti pse e prishet e pate? E pate një jetë, pse do të lakmia e pangopur e një grupi të caktuar të magnatëve. Do bëhet shkak domethënë që të prishet çdo gjë që është e natyrshme. Ajo që quhet domethënë baraspesha, domethënë biologjike që ekziston në gjithësi. Edhe kjo është domethënë ai lakmi nuk ka skej nëse ti nuk din me ndal. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përmendi domthon shumë argumente që flasin, thotë i mjaftojnë njeriu disa kafshata për ta marrë shpirtin e gjallë. Disa kafshata. Për shembull, kush i ka 1 milion, çka i duan 2? Kush i ka 2, çka i duan 5? Kush i ka 5, çka i duan 10? Po flas për jetesë. Tjetër është puna e zhvillimit, biznesit, fesa ajo ka filozofi tjetër. Se kene nuk është kështu, nuk perceptohet pasuria si një dhunti, sikurse inteligjenca, edhe pasuria si dhunti e Zotit, të cilën po e shfrytëzove u alë të jetën njerëzve. Edhe këtë pasuri nëse e shfrytëzon ta shumë pishosh, për shkak se e ki amanet pasurinë. Dhe tash ti ki kapacitet intelektual, kapacitet mental për ta përpunuar pasuri që nëse ki 1 milion ta bësh 100 milion dhe me ata 100 milion në vend se të punësosh për shembull ta zomi 500 njerëz do të punësosh 50.000 njerëz, pse jo? Se këtë rast përdorimi i pasurisë është do të për t'ia letuar jetën domethënë shumë njerëzve. Ajo që thash në fillim, ja shohin gjurmën, efektin e kësaj pasurie me mira njerëz. Kjo është koncept i shëndosh i pasurisë. Ajo që për cilën flas është grumbullimi i pasurisë, vetëm për grumbullim që ti domethënë të fillosh faktikisht si ndodh ajo, për shembull fëmijë i bjerë fëmijëve, për shembull kujdestare. Dado. Pastaj domethënë nuk mjafton një, duhet edhe një kuzhiniere. Pastaj nuk mjafton një, duhet 2. 2 dado di kuzhiniere. Pastaj ato, nëse janë për shembull me fëmijë, duhet edhe fëmijët e tyre. Tash duhet kujdesesh edhe për fëmijët e kujdestarëve të fëmijëve tu. Kanë shkon zinxhir pafund. Kurse këtë na do të kujdesemi për fëmijët e tonë në mënyrë normale. E kuptoj që në disa momente të caktuara ka nevojë për ndihmë, po jo e shndrohet në kulturë e cila është jo normale, domethënë se si kujdeset nana për fëmijën e vet, nuk mund të kujdeset dadoja për atë fëmijë. Si mund ta edukon nana fëmijën, nuk mund ta edukon dado. Si mund t'ja përgatit ushqimin me zemër ngrohtësi familjes bashkëshorteja, ambisja, nuk mund t'ja përgatit, do thotë kuzhinierja. Le të jetë ajo më e afta, më e mira. Se edhe ajo kur djegët jemeku, domethënë gjella në shtëpi, nga angazhimi i shumë ndoshta i ambisjes, është një ambient i rëndom familjar që u mungon ndoshta familjeve ku kuzhinierja bën ushqimin për herë. Andaj faktikisht do të them se jemi duke u bë viktim e denaturalizimit të jetës sonë. Andaj feja insiston që na të jetojmë jetë natyrshme. Allah ka dhënë pasuri shfrytëzoje, shtoje, sprish punë, ama mos u bën ti viktima se pasurie. Sikur se ndodh, për shembull, viktimat janë 2 formë. Viktim bëhen pasurit ton, për shembull bëhen ca që e hajnave. Bëhet viktim. Domethënë ai faktikisht s'mundet me të rahat, asaj, as familja e tij, as fëmia e tij, çdo ku duhet me truproje, me kërc blindum duhet me ecë. Pse? Se perceptimi i pasurisë taj është një gabim, po edhe te rrethi i tij është një gabim. Vallahi kam pa unë njerëz shumë të pasur. Jo truproje. Ai nuk mund ta percepton çka është e punë. Lëviz lir shumë, po vesh madhe ti është e rëndom sikurse të gjithë banorëve të vendit. Ushqimi ti është i rëndom sikurse shumë i këtë banorëve. Sikurse është standard jetësor natën. Vetura ti është standarde, nuk ka asgjë është standarde. Mirë po, kujdesi i tij për qenë bamirës është i hatashëm. E kam përmend në disa prej emisioneve, do ta përsëris për njeriu i cili qohet për shembull 3 natës, shkon në Qabe për të bërë namaz vullnetar nafile ose për të bërë tavaf nafile dhe gjatë bërjes së tavafit u jep lëmosh të varfër që janë aty
pa e tu askush. Ai lëviz të varfërit i vinë një pas një, mbrapa dhe ja lën parën në dorë dhe ec. Ja lën e kanë pa unë atë vet. Se unë habita pse ki lëviz edhe gjëherë dikush i rën afër që nuk e njehja, se unë bashkë me të shkova në xhami. Pastaj duke shikuar pak me vëmendje po e shoh se ai ja lën dorë do disa si të hollash. Shkon, vjen tjetri, ja lën. Edhe atë lëmosh e bën shumë sekrete. Pra unë në qabe, duke bë tavaf, jep lëmosh. Dhe sa shumë shtresa të adhurime i bën për një moment. A njeri nuk i shkon menja tek hajni, tek atentati, tek kidnapimi. Si shkon menja se ai e din se është i mbrojtur nga Allahu. Është i mbrojtur nga Allahu. Allahu është ai i cili e mbron atë. Dhe pra çka do të ai nuk është domethënë cak i keq përdorimit të pasurisë. Nonën tjetër domethënë është sklavi pasurisë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, teisa abdu dinar, teisa abdu dirham. I mallkuar qoftë robi i dinarit dhe robi i dirhamit. I mallkuar qoftë. A deri në atë nivel do të bjerë koka e njeriu, mendja e tij që ta dirigjon paraja atë, dhe ai të i gatshëm ta vret vllaun e tij për të grabit pasurinë, ta vret vllaun e tij që të bëhet i vetmi trashëgimtari i pasurisë, ose për shembull t'ja thith edhe pak pasuri që ka fitu vllai vet me pretekst se më ke borxh ose më ke hak kështu me radhë. Tregime që na po i ndëgjojmë vazhdimisht në rrethet tona.